Territori i Kosovës për datën 26 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë rreshje të dobta dhe të izoluara në disa zona malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 27 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:03 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:58 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 10 deri në 26 gradë Celsius, Podujev 8 deri në 25 gradë Celsius, Skënderaj 9 deri në 26 gradë Celsius, Pej 11 deri në 27 gradë Celsius, Prishtinë 9 deri në 26 gradë Celsius, Gjakov 12 deri në 27 gradë Celsius, Malishev 11 deri në 27 gradë Celsius, Gjilan 9 deri në 26 gradë Celsius, Ferizaj 9 deri në 26 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 25 gradë Celsius, Suharek 11 deri në 27 gradë Celsius, Prizren 10 deri në 27 gradë Celsius,